Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin e ditës në studio dhe temën për të cilën sot do të flasim. Në fakt është kënaqësi që në emisionin tonë të na nderojnë personalitete ku do flasim për krijimtarinë e tyre e që për sukseset e tyre mburremi edhe ne. Ajo është profesoresh universitare, njëkohësisht senatore në Universitetin e Tetovës, gjithashtu krijuese dhe botuese e shumë veprave letrare. Ne kemi folur pak a shumë dhe në për emisionet e kaluara. Është gjithmonë nder dhe kënaqësi që të na nderoj një tjetër femër e suksesshme në shoqërinë tonë, profesoresha universitare Zejnepe Alili Rexhepi. Përshëndetje profesoresh, mirë se na erdhët. Përshëndetje, ju faleminderit shumë për ftesën. Gjithmonë është kënaqësi të gjendem këtu midis jush, sidomos me ty Ariana, që ndjek të gjitha aktivitetet kulturore, të gjitha arritjet dhe sukseset mbi të gjitha të gruas shqiptare, edhe njerë të falenderoj për ftesën. Shumë faleminderit që gjithmonë ndani kohë dhe kontriboni edhe për emisionin tonë. Atëherë profesoresh, ne do të flasim për krijimtarinë tuaj letrare, e cila është vërtet shumë e bushme. Do të fillojmë prej tek libri juaj i parë, i cili mban, meqense thash, veprimtaria juaj është shumë e bushme, më duhet t'i lexoj disa prej tyre, është Pengloti libri i parë të cilin ju e keni botuar. Të flasim pak për përmbajtjen e këtij libri? Është vërtet krijimtaria ime letrare, gjithsesi ajo poetike, ka filluar shumë herët, po të rikthehemi pas në kohë, sigurisht do të gjendemi diku tek fëmiria ime, atëherë kur nga leximet e para ndjesit që një fëmijë mund të marrë nga veprat e lexuara, nga personazhet që krijon, idhujt të cilët i gjen midis librash, ngjarjet interesante midis të cilave gjendet padyshim, të gjitha këto e frymëzojnë për të lexuar në vazhdimsi libra të tjerë gjithnjë më të mirë, por në të njëjtën kohë edhe duke i dhënë një lloj guximi që të filloj të shkruaj. Ndoshta fillimisht të shkruaj heshtazi për vete, në fletoret, ato zhgaravinat e vogla të cilat mendojmë se janë gjërat bukura që na përkasin vetëm neve, mbas edhe janë fshehtësitë tona të cilat i hedhim në letër, por më vonë me kalimin e kohës, natyrisht kur vetë dëshira për ta njohur artin letrar në mënyrë pak më profesionale, të shtyn drejt botimit të veprave. Kështu që vepra Pengloti, e botuar në vitin 1998, është vepra ime e parë poetike, por një vepër e punuar shumë gjatë, mund të them përfshin poezit të moshave të ndryshme, mbase që fillojnë nga fëmiria, adoleshenca, deri në moshën studentore, kur edhe u botua ky libër. Çfarë në fakt përmban në vete ky libër? Keni shkruar për ato ëndrat e para, ndoshta? Të moshës fëmirore, të moshës janë shumë të gërshetuara, sepse vetë përkalimet e moshave të cilat i theksova janë të periudhave të ndryshme, sigurisht që edhe frymëzimet, ndjesitë, perceptimet që ne kemi gjatë kësaj moshe janë të shumta. Natyrisht që tema që vijnë nga përditshmëria jonë, aktualiteti, të gjitha ato shqetësimet e para që mund të kemi midis një shoqërie që akoma nuk e njohim mirë, por ne përgatisim veten në atë lloj formimi që të jemi qytetar midis të tjerëve, sigurisht, dhe krejt këto shqetësime, ëndra, kënaqësi, momente të vogla e çastet lumtura, natyrisht që janë përfshirë aty, po edhe shumë realitetet tjera të hidhura, sidomos në moshën studentore, sepse unë i përkas një brezi që ka kaluar mjaft vështirësi, të cilat ndër shqiptarët janë të njohur, ato të viteve 90-ta e më pas, qoftë për themelimin e një universiteti në gjuhën shqipe, qoftë për ruajtjen e shkollave të mesme vetëm në gjuhën shqipe, sepse ishte një periudhë kur imponohej dygjuesia, edhe shumë realitetet tjera të hidhura, mbyllja Universitetit të Prishtinës po në vitin 91, shumë ngjarje tjera të cilat kanë lënë gjuhën dhe janë pjesë e këtyre librave, jo vetëm te Pengloti, por edhe vepra e dytë ëndërshtektuese dhe të tjera me radhë deri tek Ujvara e Syrit që është botuar më vonë. Janë një përmbledhje ngjarjesh nga realiteti, ca të hidhura, ca të bukura, ashtu siç din vetë koha të na përvetësoj me të gjitha ngjarjet e përditshme që ne ditë për ditë edhe i shijojmë.
Me kë keni bashkëpunuar fillimisht profesoresh për botimin e veprës tuaj të parë? Dhe a kanë qenë po të njëjtët bashkëpunëtorë pastaj edhe në libra të tjerë vijues? Jo, vërtet në krijimtarinë time janë një numër i madh njerëzish të cilët janë të angazhuar. Në veprën time të parë më shumë mund të them që kanë qenë njerëz që më kanë këshilluar, sepse nuk mund të them që aty ka ardhur në shprehje tërë profesionalizmi një letrari, po qoftë edhe një poeti me përvojë. Si të gjitha veprat e para, është më shumë ajo dëshira për të parë një vepër të botuar, është ajo ëndra që të futem në rrjedhën e këtyre librave të bukur që ne i lexonim vazhdimisht, dhe një ditë edhe ti ta njohësh veten po në këtë mes. Njerëz të cilët më shumë më kanë këshilluar, më kanë orientuar drejt njohjes së figuracionit poetik më në thellësi, drejt figurave letrare, pra aspekteve teorike, sepse natyrisht poezia nuk është vetëm një ndjesi e brendshme edhe një shpërthim që vjen nga kjo brendi vetëm përmes radhitjes së fjalëve, më pas e kupton që kërkon një profesionalizëm, sigurisht njohja e metrikës, aspekteve teoriko-letrare, një figuracioni të pasur që do ta bënte poezinë më të bukur, drejt atij mesazhi që mund të jetë sublim dhe duhet thënë po realisht janë njësë rregullash që më parë duhet kaluar. Ëndër shtektuese ishte libri juaj i dytë. Në këtë libër çfarë konkretisht keni përshkruar dhe me kë keni bashkëpunuar? Nëse do t'i shfletoj të gjithë librat e mi, padyshim që në radhë të parë ajo që bie në sy është ndarja në cikle. Gjithmonë përkujdesem sepse një pjesë të mirë të redakturës edhe të aspekteve gjuhësore natyrisht që i bëj vetë, përpara se t'ja dërgoj një recenzenti ose një redaktori, kjo falë edhe profesionit më vonshëm që kam zgjedhur. Sigurisht që ka një laramani të madhe tematike, po që mundohem t'i seleksionoj dhe mbi të gjitha t'i ndaj në 2, 3 ose më shumë cikle, ku përfundimisht do të vinë në shprehje tema të përafërta ose të ngjashme që përfshihen brenda një cikli. Zakonisht mund të shkohet me motive të ndryshme, siç janë motivet sociale, trajtesa të ndryshme nga problematikat shoqërore, motivi peizazhi që nuk mungon kurrë në asnjë poezi, sepse është edhe pjesë përbërëse gjitha përshkrimeve tjera të vargëzimit, është poezia erotike, është poezia vetare, një pjesë mjaft e rëndësishme brenda veprave të mia, kështu që gjithmonë gjejmë 2, 3 më shumë cikle të përfshira brenda një përmbajtje tërësore brenda librit. Por gjithmonë e kam princip që fillimisht i vendosi poezit atletare, nuk e di pse kjo më emocionon më shumë, më bën më të përgjithshme, jo vetëm ndaj ndjesive të mia personale, por edhe ndaj një shoqërie të tërë që ka kaluar, ato vështirësi dhe tërë kalvarin e presioneve shumëta shoqërore dhe kombëtare, si veçmas kur flasim për ne shqiptarët, dhe kjo më bën më të përgjithshme që këtij cikli t'i kushtoj një përkujdes më të madh dhe t'i vendos mbase në ciklet e para, pastaj edhe motive tjera sociale deri tek ato erotike që nuk mungojnë kurrë, sidomos veprat e para që i përkasin edhe një moshe më të re. Ujvara e syrit është e radhës, botimi juaj i radhës, pse keni titulluar kështu? Ka ndonjë domethënie ky titull? Shumica e trive nuk e di pse e kanë një përshtypje sikur poezia është më e lehtë për të shkruar. Në realitet poezia është më e vështirë. Është mbretëresha e fjalës, është mbretëresha e krijimtarisë letrare. Nuk është aq e lehtë, por ndoshta mënyra e vargëzimit me fjalë më të pakta që mund të formulohen njëra pas tjetrës, se sa vetë proza që të paktën kështu mendohet në ato fillet e krijimtarisë, mirëpo më pas i kupton që ajo që të jep një mundësi më të madhe të shprehjes, edhe një gjerësi më të madhe, më kuptim plote të gjithë trajtimeve, interpretimeve që don të bësh, perceptimeve të cilat ti i sjell në formë temash të ndryshme për t'i trajtuar brenda një proze, janë ndoshta më mirë të trajtuara në vepra që vinë më pas, por fillimisht çdo i ri mendon që sikur është një rregull të niset me poezi. Janë të rrallë ata që provojnë prozën apo zhanre të tjera letrare,
si që natyrisht edhe pas veprës së tretë u i vara e syrit, tashmë kisha filluar të përvoja esen, prozët e shkurtra dhe pas studimeve natyrisht që vinin periudat të tjera të aspektit profesional që kërkonin edhe fushën e kërkimit shkencor, studimet të ndryshme që duhet domosdoshmërisht kryer në bashkëpunim me njerëz të tjerë që janë ekspert të fushës së albanologjisë, pra në drejtimin ku unë kam diplomuar, por edhe studimet të tjera si që janë analizat letrare, interpretimet, vështrimet letraro-kritike, që janë një pjesë e madhe në krijimtarinë time. Kështu, ndoshta nga viti 2014, realisht nga viti 2008, kur edhe kam magjistruar, ka filluar vepra e parë studimore, po sidomos në vitin 2014-2015, më duket se janë ato prurjet më të mira studimore ku unë kisha fituar një përvojë qoftë në aspektin profesional, por qoftë edhe në aspektin shkrimor, dhe ky lloj harmonizimi vërtet solli vepra interesante në fushën e studimit albanologjik, po edhe në, siç thash, analizat letrare, kritikën letrare, shumë recensione edhe vështrime të bëra mbi autor tjerë. E pikërisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, është figurë gruaje në veprat e stereospasis në fakt. Pse keni përzgjedhur pikërisht stereospasin për të bërë analizat e veprave të tij ku është në portret gruaja apo figura e gruas? Çfarë në fakt këto ndërthejnë në vete? Në radhë të parë është botuar shumë herët në vitin 2008, le të themi, dhe nuk është një përzgjedhja ime personale, sepse ti e din që në të gjitha rrugët tona studimore, ne nuk jemi tërësisht të pavarur të vendosim edhe për temat, po janë një sër komisionesh, njerëz ish përkatës, mentor të cilët të ndihmojnë në këtë përzgjedhje, gjithmonë bëhet me bashkëpunim, por në shumtën e rasteve edhe duke përzgjedhur një sër veprash, një sër tematikash mbi të cilat ti duhet të përzgjedhësh veprën tënde të ardhshme që fillimisht është një studim letrare, më pas edhe mund të botohet. Pra nuk ka qenë zgjedhja ime drejt për drejt. Në atë kohë kisha mentor profesor Agim Vincën në Prishtinë, ku edhe kam magjistruar, dhe ishte dëshira e tij, ndoshta edhe për shkak të formimit ku feminizmi është një proces i pandalur, sidomos te gratë të cilat punojnë, gratë të cilat janë aktiviste, qoftë në çështjet e kulturës apo në rrethana të tjera duke ndihmuar gjithë përparimin e shoqërisë, ju duke arsyeshme që të punoj kjo temë. Më pas doktoraturën e kam kryer në Universitetin e Shkupit, dhe më ndoqi ky fat, le të themi përsëri, edhe me mentorin atje kemi përzgjedhur një vepër që kishte të bënte kryesisht me figurën e gruas. Një ndër autorët e mi të preferuar përveç Nolit Konicës ishte edhe Migjeni, padyshim, dhe aty gjetëm një mundësi që të bënim një studim krahasimor midis Migjenit dhe Floberit, duke zgjedhur vetëm personazhin e gruas që do të tipizonte një shoqëri shumë të afirmuar dhe përparimtare, siç mendoj të ishte shoqëria franceze e shekullit 20, fund shekullit 19 dhe 20, edhe më pas Migjeni në letërsinë tonë, i cili vërtet dallon nga shumë shkrimtarë të tjerë që pothuajse e merr në mbrojtje grua shqiptare, e cila është në ndrysninë e paragjykimeve dhe shumë padrejtësive të tjera si rezultati një shoqërie patriarkale, por ai bën shmos që asaj t'i jap një dorë ndihmese, duke e nxjerr nga paragjykime dhe duke e marrë në mbrojtje për faktin që ajo mund të ishte viktime e shoqërisë dhe jo një shkaktare personale të gjitha atyre që ndodhnin mbi figurën e saj. Pra është një ndër autorët që ka punuar shumë me çështjen e gruas, qoftë në poezi ose në prozë, dhe një krahasim midis Flauberit te Emma Bovary dhe vetë Migjenit te gruaja shqiptare, qoftë në prozët e tij ose në poezi, arriti që të formulohet kjo tematik për të punuar më pas edhe në veprën që është e botuar, simbolika e gruas në veprën e Migjenit.
Po, pra pikërisht simbolika e gruas tek vepra e Migjenit dhe Floberit kishi përzgjedhur në librin tuaj. Ka qenë mjaft interesante se fillimisht mendoj që ka një disharmonim midis tyre, duke menduar që gruaja që përfaqësonte një shoqëri shumë të lartë, parisiene ose evropiane në atë kohë, dhe Migjeni që akoma fliste për aspekte tradicionale, patriarkalizmin, prapambeturin e madhe që gjendej në shumë treva shqiptare në Shqipëri dhe sigurisht më gjerë, por pikërisht këtu është edhe çështja interesante e krahasimit, sepse në krahasime nuk mund të bëjmë vetëm pika përbashkuese që ofrojnë pra një autor dhe një tjetër, ose personazhe të cilët qëndrojnë përballë njëra tjetrës, si në këtë rast gruaja shqiptare dhe Emma Bovary, por edhe në pika të tjera që do t'i largojnë ato, po megjithatë në subtilitetin e tyre ato mbeten gra, mbeten femra, që kanë për qëllim jo vetëm intelektin e tyre, arritjen e lumturisë së tyre kulmore, por edhe shumë përplasje me vetë paragjykime dhe trysnit që shkaktoheshin mbi gruan në këtë periudhë. Në pushtetin e Erosit, këtu sigurisht ka tematikë erotike, ndoshta, sepse nuk më ka rastisur që ta lexoj këtë libër tuaj, edhe pse do të isha shumë e lumtur po ta kisha në duar, por besoj që do ta kem. Ky libër ka një histori pak më të veçantë, sepse është botuar pothuajse në të njëjtën kohë kur është botuar edhe tema vepra ime nga punimi i magjistraturës, edhe më erdhi si një shlodhje në momentin që ti, sepse janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme, dhe pse i përkansin fushës së letërsisë, po vërtet janë të ndryshme. Shkenca kërkon gjakftotësi, kërkon studime, kërkon analiza të shumta, krahasime dhe gjetjen e dur të argumenteve të cilat do t'i shpalosësh brenda kësaj vepre. Ndërsa poezia është ajo që të nxjerrësh gjithë ndjesitë e tua ashtu si të vinë, je krejtësisht e pavarur dhe e lirë të shkruash atë që do, atë që e ndjen për momentin. Edhe në pushtetin e Erosit ka qenë vërtet një vepër, po kryesisht me motive erotike, që i përkisnin edhe moshës, por edhe që më sjellnin si një lloj çlodhje në momentin, sepse janë shkruar në mënyrë paralele. Në momentin që dëshiroje të çlodhesh paksa nga ato veprat e vështira studimore, ku kërkohet shumë përkushtim, një lexim i vëmendshëm drejt këtyre studimeve, dhe nga ana tjetër një lloj shplodhje që do të vinte padyshim përmes vargut poetik, ku ti je përgjegjëse vetëm për atë që shkruan, por natyrisht që e ke dhe gjithë lirin e botës për të shprehur ashtu siç ti ndihesh. Po, refleksione lirike është botimi tjetër i radhës, dhe do të dëshironim të dimë edhe për këtë libër pak më shumë se çfarë përmbajtje në fakt ka në vete. Çfarë ngërthen në vete ky libër dhe për çfarë motivi e keni shkruar? Këto vepra janë shkruar në vitin 2014 dhe 2015, janë gjithashtu aty të përfshira shumë autor të tjerë, gjithsesi analiza, vështrime letrare dhe kritik letrare mbi veprat e autorëve të tjerë. Ishte një periudhë kur angazhimet e mia jo vetëm brenda lokalitetit tonë, pra hapësirave ku ne jetojmë, por edhe në treva tjera shqiptare, sidomos në Kosovë, në Shqipëri, në Malë të Zi, kam shkuar për shumë aktivitete letrare dhe kulturore, dhe kjo më hapi një botë tjetër drejt njerëzve të njëjtit profesion, por edhe atyre që shkruanin padyshim veprat artistike. Kjo njohje më bëri të mundur që të më dhurohen dhe shumë libra, edhe të filloj dhe aspekti tjetër i një studimi të këtillë, siç ishte analiza dhe hulumtimet mbi veprat e tyre, qofshin në prozë, në poezi, në ese, drama, deri tek romanet, një numër i madh veprash që i lexoja me kënaqësinë më të madhe, sepse përmes tyre njihja autorë dhe njihja botën e tyre shpirtërore dhe krijuese. Kjo më bëri të mundur që pastaj të shkruaja shumë refleksione dhe ndjesi që ngelnin tek unë pas leximit, dhe refleksione lirike edhe nga vetë titulli e ka po këtë ndjeshmëri dhe përvojë krijuese që mora gjatë atyre viteve.
Po. Dhe e radhës është një tjetër studim të cilin ju e keni bërë që ka të bëjë me rrëfimet lirikës, në qoftë se nuk jam gabim, ka konkretisht poetika e rrëfimit letrar, më falni. Kjo është një vepër që është botuar në të njëjtën kohë me refleksione lirike, poetika e rrëfimit letrar, ndoshta shumë çështje teoriko-letrare po, janë akte konferencash dhe pjesëmarrjesh në për shumë seminare, po ashtu si që thamë simpoziume e konferencat të shumta, edhe në hapësirat tjera shqiptare. Njohja me njerëzit të sferës albanologjike të bën edhe më të përgjeshme për atë që shkruan, për studimet e radhës, e kështu me radhë, por në fakt poetika e rrëfimit letrar është një vepër që i ka përmbledhur të gjitha, le të themi, këto analiza dhe studime si pjesëmarrje në për konferenca të shumta, mbi autor të ndryshëm që qofshin nga letërsia shqipe ose letërsia botërore, po që sigurisht me veprat e tyre japin shumë, na ofrojnë shumë, jo vetëm si lexues, por edhe si studiues, për të marrë më të mirën e mundshme mbi ato studime që bëhen. Dihat Jestinësh është një tjetër libër i botuar me poezi. Ka pasur një tematik në këtë libër, ose keni ngëshëtuar disa tematika? Si duket pas këtyre studimeve të një pas njëshme, lirika brenda një krijuesi është gjithmonë e pandalur, dhe vetë vepra poetike Dihat Jestinësh erdhi si rezultat i kësaj, po edhe si rezultat i shumë lëvizjeve të mia në këto hapësira kulturore, ku organizoheshin dhe vazhdojnë të organizohen natyrisht shumë konkurse letrare, poetike, ku isha e ftuar, edhe për fatin tim të mirë, shpesh jam kthyer me çmime, me pllaketa, si rezultat i vlerësimit të punës sime. Në veprën Dihat Jestinësh janë të përmbledhura këto poezi, ku pothuajse secila prej këtyre është e vlerësuar me ndonjë çmim, por ajo që më së shumti marrim ne poetët nga gjitha aktivitetet letrare, sigurisht është përvoja që shkëmbejmë, tematika që bëhen mbi letërsinë, ecurinë e mëtejme të artit letrar, njohjen me njerëz të mirë nga të cilët lindin bashkëpunime të tjera letrare, dhe tërë kjo përvojë dhe arritje e sukseseve të kësaj periudhe është përfshirë tek veprat Dihat Jestinësh. Është edhe për mua një ndër veprat më të dashura, sepse përkushtimi ndaj atyre poezive, jo vetëm si përkapje tematike më e shumashme, por edhe si prekje e shumë realiteteve tona gjeografike. Kanë qenë momente shumë të bukura ku unë kam pasur rastin pikrisht përmes pjesëmarrjes në këto aktivitete të njëjta trojet tona, qoftë shumë qytete të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Malit të Zi të banuara me shqiptar natyrisht, ku vazhdojnë dhe organizohen aktivitetet këtilla kulturore. Pra është një përvojë mjaft e bukur, mjaft interesante, poezi të cilat janë shpërblyer, janë vendosur aty dhe mbasi është një ndër kujtimet e mia më të bukura. Profesoresha, pak më herët përmendet që keni shkruar në lidhje me figurën e gruas të femrës tek veprat e Migjenit dhe Floberit, por është një vepër tjetër, poetika migjeniale, simbolika e gruas shqiptare. Është një vepër konkretisht tjetër, por çfarë ka? Po, kryesisht poezia, e trajtuar pikërisht poezia. Është një pjesë e nxjerrë nga tema e doktoraturës, por vetëm pjesa poetike, edhe për herë të parë do të thoja natyrisht edhe në këtë formë publike, janë të pak njerëzit të cilët e ndihmojnë botimin e librit dhe që ndihmojnë arritjen e kulturës, sidomos të autoreve femra, ndoshta të paktën tek flas gjithmonë për vete, përveç Ministrisë së Kulturës, e cila her pas here ka ndihmuar botimin e projekteve në përgjithësi, në të shumtën e rasteve hasim edhe në pengesa kur projektet fare nuk kalojnë, dhe kjo është më tani një temë shumë e ndjeshme dhe e dhimbshme, dhe asnjëherë nuk marrin përgjigjet e duhura
siç dihet, krijohet një lloj kaosi pas çdo shpallje të rezultateve që dalin nga Ministria e Kulturës, dhe nuk dua të gjykoj as të paragjykoj se cili njeri mund të ketë fatin e tij, po do doja gjithmonë në ato komisione të vendosen njerëz ekspert, të cilët do gjykojnë në bazë të vlerave dhe meritave që duhet të marrë një libër. Po e thash që do ta them për herë të parë publikisht për faktin që Dauti Kompania është një ndërmarrje që vepron kryesisht në rajonin e Shkupit, po edhe më gjerë, po që nga financat e veta gjithmonë ndihmon projekte shqiptare. Siç e dini tashmë prej vitesh organizojnë edhe konkursin poetik për të rinj, ku disa herë kam marrë pjesë në rolin e kryetares së komisionit, dhe vërtet është një kënaqësi e madhe kur ndërmarrje të cilat nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me kulturën, po janë njerëz intelektual, dashamir të artit dhe të arritjeve të shqiptarëve, të cilët nuk kursejnë ato fonde të cilat mund t'ja destinojnë kulturës dhe e bëjnë këtë. Pikërisht të kjo vepër simbolika e gruas në veprën migjeniane është botuar prej tyre dhe ka qenë një rast ndër të rallët që mund të ndodhi që më kanë ftuar vetë duke parë krijimtarinë time dhe duke shprehur faktin që duan të botojnë një vepër time. Jam ndjerë shumë e lumtur sepse për herë të parë vinte një vlerësim i tillë dhe një bashkëpunim i tillë, jam ndarë shumë të kënaqur, edhe pse për ata ishte traditë dhe kanë botuar në vazhdimsi vepra të tilla. Tham që vazhdojnë me projekte tjera kulturore dhe sot e kësaj dite ata për festat e librit 7-8 marsit ose ditës së poetëve 21 marsit, gjejnë mënyra të ndryshme që të investojnë tek të rinjt përmes veprave që do të jenë një dëshmi e mirë për kulturën tonë. Kujtojmë yjet letrare. Është një tjetër botim shumë interesant nga titulli. Ka fjalën konkretisht për yjet letrar, të cilët do të na shpjegoni në vim. Përveç krijimtarisë poetike dhe studimore që përmenda deri më tani, unë kam prekur dhe zhanre të tjera, kam provuar të shkruaj prozën, kam provuar të shkruaj esen, dhe midis këtyre viteve që ne mundohemi t'i kalojmë në forma të shkurtra, erdhi edhe një bashkëpunim tjetër me shoqatën e shkrimtarëve ONEUM, ku unë disa vite kam qenë nën kryetare e shoqatës dhe më pas kryetare e kësaj shoqate. Sigurisht që projekte të cilat kalonin, sidomos në periudhën kur unë isha udhëheqëse, ishin të shumta e të panumërta, edhe mbështetja e njerëzve dashamir të artit dhe kulturës sonë sigurisht po aq e madhe, dhe kështu lindën dhe këto bashkëpunime që t'i ofrojmë diçka rinis tetovare, qoftë nga krijuesit e rinj, po edhe vepra të tjera që do të mbledhnin në këto aktivitete kulturore njerëz të kulturës dhe sigurisht shkrimtar. Kështu që është një antologji poetike me poezi të përzgjedhura të disa autorëve, kryesisht tetovar, por edhe në nivele të tjera në nivel të shtetit, pra në tërë Maqedoninë, po gjithmonë në sferën e kulturës shqiptare. Në Galerinë e Shpirtit është një tjetër botim i juaj ku edhe keni përkthyer ndoshta edhe në gjuhën angleze, më sa shoh titulli është në të dy gjuhë. Po, këtu diku afrohemi tek vitet 20, kur ndoshta edhe përvoja ime pak më e madhe dhe dëshira për t'u afirmuar edhe për te i hapësirave tona më shtyri drejt përkthimeve. Deri atëherë kisha të përkthyera sigurisht, po vetëm poezi të pakta, jo një libër të tërë, dhe në një bashkëpunim tjetër me një përkthyes të cilit jam shumë mirënjohur, sepse jo vetëm këtë vepër në Galerinë e Shpirtit, por edhe 2-3 tjera që i kam të përkthyera në gjuhën angleze, meritat i shkojnë atij. Pasi përkthimi i poezisë është shumë i vështirë,
kërkon shumë vëmendje, një fjalor shumë të pasur, kur dihet se fjalori ynë është i varfër në kuptimin e përmbledhjes së gjitha fjalëve dhe fondeve që mund të ekzistojnë gjithë në pasurinë e të folurit të gjuhës sonë, dhe padyshim ai ka bërë të pamundurën që këto poezi të ruajnë origjinalitetin e tyre nga shqipja gjatë përkthimit në gjuhën angleze. Edhe librat tjerë në vijim, pra 2-3 me radhë janë po në gjuhën angleze. Pas gjurmëve të fjalëve, libri juaj i radhës, të cilin gjithashtu ndoshta e keni përkthyer edhe në gjuhën angleze apo jo? Pas gjurmëve të fjalëve. Jo, kjo është një vepër tjetër studimore, një vepër e punuar shumë gjatë, e mbështetur mbi veprat e autorëve të tjerë, që erdhën sigurisht nga analizat dhe studimet e këtyre autorëve, ku gjithsesi kanë qenë edhe pjesëmarrje në shumë promovime librash, në shumë aktivitete kulturore, dhe lindi si nevojë e kohës të gjitha ato shkrime që unë për një kohë më të gjatë i ruaja ose i promovoja në aktivitetet letrare, të përmbledhen në një libër që të paktën të ruhen në këtë formë. Gjithashtu gjurmë është një tjetër libër, Mbresa dhe udhë për shkrime. Ky ka të bëjë ndoshta me studime të ndryshme të cilat ju e keni? Është gjithashtu një zhanër i ri, si tjetër në fakt që unë kam prekur, siç janë disa ese dhe udhë për shkrime të përfshira aty. Jo, janë ato lëvizjet e mia në hapësirat kulturore shqiptare që unë disa herë theksova më parë, por është e pamundur të prekësh një vend të trojve shqiptare dhe të mos gjesh pak magji aty. Dhe natyrisht kur kthehesh në vendlindjen tënde, të mungon ai nivel kulturor, ato bashkëpunime, ai organizimi jashtëzakonshëm i shumë shkrimtarëve që udhëheqin në këto hapësira manifestime, organizojnë manifestime ose udhëheqin shoqata kulturore. Dhe pikërisht kështu lindi ideja që përshkrimet, mbresat e mia, përshtypjet që ishin vërtet të shumta e të veçanta nga këto hapësira shqiptare, unë t'i përfshija në formën e udhë përshkrimeve, deri në detaje për gjithçka që mua më emociononte, për gjithçka që më linte përshtypje dhe gjithçka që mendoja se duhet të ndahet me lexuesin ose me publikun në përgjithësi. Në vitin 2019 keni botuar në veprën e radhës Grimca që pluskojnë mall. Kjo vepër është me tregime. Për çfarë tregime bëhet fjalë? Po, kjo është vepër me prozë, me tregime, ku unë pothuajse për herë të parë vija veten në sprov në këtë zhanër, që thash varësisht nga autorët të cilët e kanë guximin që fillet e tyre t'i nisin në krijimtari letrare me prozë, po tek unë erdhi pak më vonë, mbase pak i çuditshme dhe pas eseve, udhë përshkrimeve, studime dhe kritikës letrare, pikërisht të provoja dhe tregimin. Është një mënyrë interesante të shprehurit, sepse thash aty e ke gjithë kohën e dur dhe qetësinë e botës që ti mund të shkruash në forma më të gjata, të përgjithësh gjitha ato aspektet rrëfimore, të gjesh elementet dhe urat për listë të ngjarjeve, të krijosh personazhet që ti do dhe mendon që ata bartin një mesazh të caktuar drejt lexuesit. Edhe forma të tjera ndërlidhëse që vijnë nga një përshkrim në tjetrin, po që këtë kënaqësi e jep vetëm tregimi realisht, edhe është një përvojë ndryshe e shprehur në këtë libër. Ca ëndra ikin tej është një tjetër libër, një antologji, dhe në fillim mban titullin Poetesha shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Ky është pikërisht në vitin 2019 gjithashtu. Po. Është kjo periudhë kur ne jemi angazhuar që të themelojmë shoqatën kulturore Ars Albanika, edhe padyshim që edhe përmes kësaj shoqate ku unë jam nënkryetare, kemi bërë shumë aktivitete dhe organizime të mira, të rëndësishme. Besoj që të gjitha këto vlerësime vinë edhe nga pjesëmarrja e madhe e poetëve që vinin nga të gjitha hapësira shqiptare, sepse edhe përmes festivalit poetik
që të bonte poet nga të gjitha rajonet tona për të bërë bashkë, për të njohur me njëri tjetrin, për të dëgjuar dhe lexuar poezinë e njëri tjetrit, për të shkëmbyer shumë çështje mbi letërsinë dhe artin poetik, më bëri të mundur që të njihja edhe poetet të reja, që deri në atë kohë nuk i kisha njohur nga afër ose nuk kisha pasur mundësinë të lexoja diçka prej tyre, apo të merresha më gjërësisht me studime mbi veprat e tyre. Kështu që njohja me shumë poet të tjerë edhe nga Maqedonia, po edhe nga pjesët tjera, më dha idenë dhe mundësinë natyrisht që ti përmblidhja këto poetesha shqiptare. Ndoshta si një model i trajtuar në trevat tjera në Shqipëri dhe në Kosovë, por vetëm në linjën e autoreve femra, të cilat nuk janë edhe të pakta në Maqedoni, jo vetëm të brezit tim, por edhe poete që janë edhe para meje, do doja të jenë bashkë në një antologji, në një përzgjedhje të këtill, deri tek ato më të rejat ku ne mund të ishim një shembull i mirë afrimi dhe bashkëpunimi për të prezantuar poezit tona brenda një vepre. Gjithashtu Flakadani kujtesës është i përkthyer edhe në gjuhën angleze. Çfarë përfshin në vete ky libër, profesoresh? Ky është një projekt i realizuar nga shoqata Ars Albanica dhe pas pjesëmarrjes së shumë poetëve të cilët vinë në qytetin ton, padyshim, poezitë e tyre të përmbledhura më pas mbarimit të aktivitetit, janë përkthyer që të gjitha nga shoqata në gjuhën angleze dhe janë botuar. Pra Flakadani kujtesës është edhe emri i festivalit poetik mbarkombëtar që ne organizojmë prej disa vitesh, edhe natyrisht edhe almanaku ose kjo përzgjedhje doli si rezultat i këtyre poetëve për t'i afirmuar pastaj edhe përmes gjuhës angleze në rajone të tjera ku ka mundësi të lexohet poezia përmes kësaj gjuhe. Edhe poema e Syrit gjithashtu është përkthyer në gjuhën angleze. Apo jo, poema e Syrit dhe për të kaluar edhe tek libri i fundit. Po, poema e Syrit gjithashtu është një përkthim në gjuhën angleze. Jam munduar ka një tematik interesante në gjithë krijimtarinë time letrare poetike prej dekadash tashmë, duke filluar nga 98 kur thash që është botuar vepra e parë poetike Pengeloti, janë një numër i madh poezish të cilat kishin motiv ndoshta atë momentin nostalgjik të pikëllimit, të dhembjes, të një mundësie kur ke luhatje në gjitha ato aspektet shpirtërore, të cilat ndjeshëm vinë dhe bëhen të njohura edhe përmes poezisë. Por më pas e kam parë që ndoshta loti i asociuar përmes shiut zinte një hapësirë mjaft të madhe në gjitha veprat e mia poetike dhe ishte ideja që në këtë poezi, në këtë vepër realisht të sillnin poezi që kishin po këtë motivacion, ku ishte në shprehje shiu dhe gjithmonë shiu asocion atë ndjeshmërinë tonë nostalgjike, në mërzinë që mund të na kaploj, por në të njëjtën kohë edhe në një forcë shpirtërore që vjen si ripërtrirje më pas një shqetësimi të vogël që rikthehet në një forcë, në një lumturi, në një shtytje për të nisur më tej me shumë suksese apo arritje të tjera. Dhe portret gruaje. Dhe pikërisht, profesore, këtu e kam dhe pyetjen e radhës. Në të gjithë krijimtarinë tuaj keni përmendur botën e femrës, botën e gruas, ka të bëjë kjo ndoshta me feminizmin apo me atë që dëshironi të ngrisni nivelin e femrës në shoqëri? Të gjitha nga pak, sepse është e pamundur të jesh grua dhe të mos e perceptosh botën në mënyrë më reale se sa e perceptojnë ndoshta vetë shkrimtarët. Sigurisht ne sot kemi shkrimtarë të mëdhej, qoftë në hapësirat shqiptare, po edhe në ato botërore, të cilët personazhet e tyre pothuajse i kanë skalitur, pavarësisht që janë parë nga këndvështrimi i një burri, një shkrimtari, një autori mashkull, pra, por gjithsesi edhe ato shkrimtare të cilat kanë menduar që krijimtaria e tyre është më pranë një realiteti, më pranë një ndjeshmërie reale, në qoftë se ato do ta përshkruanin këtë ndjesi të botës femërore.
pikrisht njohjet e këtilla, leximet e këtilla, të shtyn të mendosh që pse jo, në gjithë këtë veprimtari letrare të mos i përkushtojmë apo t'i caktojmë një vend të posaçëm edhe personazhit grua, po qoftë ajo edhe në format pak më feministe, edhe pse nuk e ka atë lloj feminizmi të mbrojtjes me çdo kusht, natyrisht realiteti qoftë i hidhur ose i mirë duhet parë në këtë këndvështrim të asaj që do të mbështetet në argumentin e ngjarjes, por e bën të bukur kjo botë ndjeshme e gruas e ripar nga një grua dhe po me këtë ndjeshmëri të shkruhet për personazhin femëror. Pastaj është edhe një çështje tjetër, sepse autorët asnjëherë nuk shkruajnë, nuk i botojnë, le të themi, gjërat të cilat i kanë vetëm të fundit. Gjithmonë tek autorët mund të gjesh një lloj rrëmuje në krijimtarinë e tyre, mund të kenë disa fletore shënimesh, mund të kenë disa zgaravina të tjera për të cilat mendojnë se nuk ju ka ardhur koha e botimit ose presin një moment tjetër për të botuar. Kështu ka ardhur edhe kjo vepër, edhe pse është botuar vitin e kaluar në 10 orë, por është një përmbledhje poetike ku shënohen vargje, poezi të shkruara ndër vite, sidomos nga viti 2016, që për mua ishte një humbje e madhe me humbjen e nënës sime, pra me vdekjen e saj, la gjurmë shumë të thella në mua, një humbje e papritur, sepse kështu gjithmonë gjikojnë për prindërit që nuk është koha, na duhen gjithmonë, na duhen pafundësisht. Kjo sigurisht që më preku shumë, edhe ai momenti i përcjelljes për në botën e përtejme të një gruaje shumë fisnike, që jo vetëm si figura e nënës që të ka dhënë më të mirën e mundshme, ashtu si çdo nënë në botë bën për fëmijën e vet, por vërtet e tillë ishte, me të gjitha ato elementet ndoshta që kur ata jetojnë midis nesh na duken, i përkapim, janë të dukshme, po jo të analizuara deri në imtësira që lën gjurmë të thella pas një humbje, ku ma nuk ka kthim dhe ti mundohesh vetëm ato copza kujtimesh ti mbledhësh në një mozaik të tërë që do të rikujtoj hapat e saj, ato që ajo donte, ato që atë e bënin të lumtur, dhe padyshim ky libër erdhi si rezultat i këtyre emocioneve. Fillon me një dedikim kushtuar nënës sime, respektivisht me një përshkrim eseistik në momentin e funeralit të saj, që nuk është diçka e zakonshme, ndoshta në botën e artit shikojmë gjithmonë ndjesitë tona të bukura, mbase shumica e veprave letrare fillojnë me një cikël poetik që ka të bëjë me lirizmin ose çështjet erotike, më pas shkojmë tek temat që janë më të ndjeshme, më të rënda, siç tham, tek motivi adhetar. Po kjo ishte dëshira ime që të paktën një nga veprat e mia t'ja kushtoja asaj, dhe jo vetëm asaj, por edhe gjyshes, edhe gjithë linjës sonë femërore. Në shumë të në rasteve mund të hiezohet figura e bies sime ëndrës, në shumë të në rasteve vetes sime me të gjitha ato perceptimet, ngritjet, uljet që e bëjnë një njeri të suksesshëm, natyrisht pas shumë arritjeve, po që duke treguar aty të gjitha vështirësitë, sepse asgjë nuk është e lehtë, dhe mbase sa më të vështira të jenë gjërat dhe sukseset tona, dihet që pas tyre qëndrojnë shumë vështirësi dhe sakrifica. Kështu që portret gruaje më erdhi ndër të parat tituj, ndër të parat ide që gjithmonë i konsultoj në radhë të parë me bashkëshortin tim, i cili pavarësisht që me profesion është historian, po është një ndër përkrasit tim më të mëdhej në çdo hap të jetës, po edhe në të gjitha këto arritjet tjera letrare studimore. I pëlqeu, edhe gjithmonë edhe vajzës sime, të cilën ne herë e konsiderojmë të vogël, por ajo lexon shumë, dhe pavarësisht asaj që
ti ndonjëherë edhe nuk dëshiron ta kyçësh në disa gjëra që duken të rëndësishme, shumë serioze për moshën që ajo ka, por e kishte një siguri shumë të madhe në momentin që duhet të përzgjidhej ky titull domosdoshmërisht. Ndoshta edhe nga fakti që unë kam shprehi shpesh të lexoj edhe me zë, më ka ngelur që nga fëmiria, e dua që për ta ndjerë krijimtarinë time dhe besoj që e keni parë tashmë, i qëndroi shumë sakt dhe në mënyrë të pa ndryshueshme përdorimit të shenjave të pikësimit. Nuk dua, pavarësisht që sot janë forma shumë të lira të përshkrimit të ngjarjeve drejt veprës letrare ose të krijuarit të poezive, shpesh autorët arsyeton me faktin që poezia duhet të jetë e lirë, ta lexoj secili ashtu siç i vjen, ashtu siç e ndjen, por unë dua që në poezinë time të krijoj një lloj emocioni origjinal ashtu siç unë e kam ndjer në momentin e frymëzimit dhe në momentin e krijimit poetik, dhe më pas padyshim pa ja ndërprer atë të drejtë dhe vetë lexuesit që ai ta ndjej dhe ta lexojë ashtu siç do. Dhe si që thash, ai zakoni im i hershëm që t'i lexoj gjërat zëshëm, ndoshta kishte bërë të mundur që ëndra jo drejt për drejt, po diku prej në sfond, ndonjë kënd të shtëpis, i dëgjonte të gjitha këto dhe shite që figura e gruas është mbizotruese, si që thash gjitha jo linja femrore dhe mbase nga 2-3 ide që jepen, me të parën ishte që ndoshta që të tre, edhe pse jemi persona shumë të pavarur dhe këmbgulës në ide dhe tona, ishte me të parën që pothuajse një zëri vendosëm që të titulloj Portret gruaje. Jam shumë e lumtur për këtë fakt, sepse vërtet dua që titujt e veprave shpesh herë të jenë ato që të flasin, përpara se të hapësh ndoshta edhe brendin e librit, të japi një lloj sinjali, të japi një lloj orientimi se me çfarë do të përballesh brenda. Profesore Shmetinë, se veprimtaria juaj thash pak më herët është shumë e bujshme dhe na u desh më shumë kohë për të trajtuar një nga një të gjitha veprat e juaja. Uroj në një emision tjetër të flasim për gjithë veprimtarinë tuaj, duke përfshirë akademinë, konkretisht duke përfshirë pjesën tuaj akademike, punën me studentët, raportin me to e kështu me radhë. Kësaj radhe le të dedikojmë vetëm shkrimeve të juaja. Ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të na nderuar. Faleminderit shumë Ariana që gjithmonë jeni të kujdesshme dhe i ftoni personalitetet mbi gjitha tetovare, sepse besoj çdo njeri, pavarësisht në cilën fushë të jetës apo të aspektit profesional jep kontributin e tij, kudo që të shkojë, të ndihet mirë, të jetë i respektuar, kur kthehet në vendlindjen e tij dhe aty merr gjitha të mirësinë e njerëzve dhe dëshirën për të shpalosur punën tonë edhe përpara njerëzve të këtij vendbanimi që padyshim është më e bukura mbi të gjitha, është vendlindja jonë, ne ndihemi shumë të lumtur dhe kjo na motivon edhe më shumë. Faleminderit edhe një herë dhe gjithmonë që na ftoni për çdo aktivitet, për çdo arritje, për çdo organizim që ne bëjmë dhe mbi të gjitha edhe për këto vepra letrare që padyshim duhet ndarë me të tjerët sepse i dedikojnë lexuesit. Sigurisht, faleminderit, kënaqësia ishte jona që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Të nderuar shikues dhe juve ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të shihemi sërish nesër me personalitetet të tjerë. Deri atëherë mirupafshim.